Një nga eventet kryesore të artit urban dhe ati pamor në Tiranë, padyshim ka qenë edhe Mural Fest. Jam këtu me Helidon Halitin, kuratorin e këtij festivali që ka bërë shumë përshtypje në të gjithë Tiranën, por jo vetëm. Në fakt, ky festival ka një impakt të jashtëzakonshëm për jetë vërtetën në të gjithë botën dhe këtu kanë ardhur mjestat më të mëdhenj të artit pikturik, të artit mural, sepse ka sigurisht shumë ndryshim ai që quhet arti grafit, ku si më thënë artistë të ndryshëm underground mundohen ta bëjnë pjesë qytetin, ndërkohë që Tirana mbetet një nga qytetet më të pastër që nuk ka grafiti, por ka murale shumë. Dhe ne i bëm sigurisht dhe turistët, po dhe vetë banorët të ngrejnë kokën sipër nëpër mure, në ato mure që shpesh kanë një histori shumë të madhe. Pra duke filluar që nga qendra, duke hapur në periferi, gjë që spikat sigurisht ato parafabrikate e famshme, kur njerëz të mrekullueshëm rrin brenda dhe tashmë ne kemi bërë një nga projektet më interesante sigurisht me Dekor Tiranën, që shquhet, për këtë nisëm këtu e 7 vjet në mos gaboj, dhe 4 vjetet e fundit kurohet nga unë dhe ky ka qenë kulmi me largimin e të madhit Ismail Kadare, ku një nga mjestrat botror sigurisht të artit figurativ dhe atij urban, siç është Banjasko, Maximiliano Banjasko, i cili ka lënë 4 mure, 4 vula, është ai që bëri Lionel Messi në vjet, ku mbi 360 media ndërkombëtare sigurisht e lakuan këtë gjë dhe Tirana tashmë edhe prej Mural Festit është kthyer në një brand. Është kthyer në një brand sepse në fund kështu zhvillohen qytetet, puzzle, secili pjesën e vet, secili kontributin e vet, shtohen turistët, sigurisht që pastrohet qyteti, ndërtohet dhe padyshim lëm gjurmët dhe kthejmë atë qytet që quhet Tiranë, pra kryeqytetin, e kthejmë në një muzeum të hapur. Dhe në fakt e kemi bërë, dhe këto nuk janë fjalë, janë, si më thënë, mure të cilat kanë spikatur në të gjitha konkurset ku street arti i vepron, në për revista prestigjioze, që nga Street Art Amsterdam apo jo e Zvicrës, dhe artistë me shumë emër si WD apo Case McLean, që flasin për emra botror, të cilët kanë dhe një veçori që nuk është se e kanë shumë të gjatë kohën e veprimtarisë në eksterior. Pra ata janë artistë që veprojnë diku te 10 vjet e shumta dhe më mbas futen në studiot e tyre për shkak të moshës, sepse këtu është dhe çudia e urban art, sepse ata nuk mund të pikturojnë përjetësisht muret, por sa e ndërin. Kështu që është gjë me në fakt që kemi sjell artistë me kaq shumë emër, dhe këtë vit ka qenë 15 mure të jashtëzakonshme, ku përveç Maximiliano Banjasko është Nespun, e cila është po aq e famshme me ato magjit e saj që na kujton sigurisht ato qëndismat e nënave tona dhe ka lënë një mur të jashtëzakonshëm në qendër Tiranës, apo artistë të tjerë siç janë Chris Rock, i cili ka lënë ai për shkak të tematikës që ishte inteligjenca artificiale, ka lënë sigurisht një shenjë shumë të madhe. Pastaj kemi një grup prej artistës siç është Krashit, apo 3 artistë gjerman, të cilët jetojnë në Gjermani, janë me pasaportë gjermane, por janë nga Franca, nga Ukraina, edhe nga Peruja e largët. Kemi pastaj një nga muret më të bukur që ka marrë klikime më të mëdha, që është Medianeras, është një grup vajzash, 2 vajza, të cilat kanë lënë një mur pikërisht tek sheshi Wilson, i jashtëzakonshëm. Një magji tradicionale dhe unë besoj se këto murale kanë plotësuar një gjë që i mungon të qytet. Pra disa ngjyra ku është gërshetuar zhvillimi i shfrenuar i tij, sepse kështu bëjnë qytetet e mëdha, zhvillohen, ndërkohë që ne kthehemi kokën nga tradita dhe padyshim i japim rëndësi dhe artit pamor, që dhe ai të ketë galerinë e tij dhe ai të ketë mundësinë e tij. Pra ajo që e veçori me muralet është që nuk mbarojnë këtu. Ato shtektojnë për ditë. Për ditë të postohen në të gjithë botën, për ditë artistë të ndryshëm kërkojnë të bëhen pjesë tek Mural Festi i radhës, për ditë turistë të ndryshëm vini, fotografojnë dhe si me thënë i ripostojnë, kështu që unë mendoj se është një nga investimet absolutisht më të shëndosha të Dekor Tiranës dhe të Bashkisë Tiranës, apo të enteve private në fakt që investuar, sepse kjo është dhe gjë më e mirë që disa sponsor privat
kanë bërë të mundur 15 mure, pra duke mbuluar, si më thënë, pjesën e kuratorit apo pjesën e artistëve, që ata të vinë të ndjehen jashtëzakonisht komod dhe sigurisht të largohen me një shije. Por ajo që ndodh është që mbasi mbaron një Muralfest, aplikimet fillojnë për Muralfestin tjetër. Dhe unë në fakt me Ismail Kadarin dhe me këto 15 mure që bëm si vjet, për hir vërtetës se kam thënë dhe para 3 muajsh e kam mbyllur për të lënë mundësi një të riu që ta kuroj ai apo pse jo. Po ndoshta si kurator, si një mbikëqyrës, jo, si një këshillues. Këtë vit kam marrë edhe si piktor, kam lënë vetë një mur në fakt të Komunës Parisit dhe jam shumë i lumtur për këtë, sepse dhe mosha nuk na lejon, por për shkak të eksperiencës e përballova shumë mirë. Por dua të involvoj studentët mi, të cilët sigurisht kanë sfida përpara dhe në fundit këtë i mësojmë, këtë i trajnojmë që pse jo t'i japim magjia se fjalës që të themi askush nuk është i pazëvendësueshëm. Pra secili duhet të di, si më thënë, atë kur vokacioni i tij duhet të marrë një drejtim tjetër, apo çka dhën deri tani duhet në formë stafete t'ia lë dikujt tjetër. Ti e përmendë që ka disa vështirësi në bërjen e muraleve, patjetër, sepse festivalet më të vështirë. Sepse është lartësia, precizioni për sa i përket pikturës. Kjo vepër arti, kjo murale e shkrimtarit madh Ismail Kadare, që ti ke qenë kurator, sa kohë ka marrë? Çfarë vështirësish ka paraqitur? Ai janë magjistar, për hir të vërtetës, e para vështirësia më e madhe ishte që të gjenim një mur ku padyshim kishte një lloj gjithë përfshirje. Sepse në rast se vendosnim tek shtëpia Ismail Kadare, sa duka pas dhe artistë të tjerë shumë të mëdhenj, siç është Drideroa Golli apo Fehmi Ibrahimi apo vetë Max Velo që ka krijuar arkitekturën atij pallati, ku ai pallat padyshim ka 2 muzeume, ka dhe një arkitektin e tij i cili ka ndryshuar rrjedhën e jetës pikërisht pa të lloj futurizmi që ka dhënë. Kështu që u larguam nga një mur që mos kishim në fundit përkime dhe erdhëm në një mur më neutral ku bashkon 2 qendrat e qytetit. Pra atë tradicionale që zhvillohet si më thënë më ngadalë, po pse jo më lartë, më furishëm, dhe sigurisht një pjesë tjetër ku zhvillohet në mënyrë më horizontale dhe gjithmonë rrugë të reja dalin. Dhe unë mendoj që ky vend ka dhe histori, sepse është treni i famshëm, ku mijëra flirte padyshim kanë ndodhur. Stacioni i trenit për këdo nga ne ka qenë një pjesë historike dhe sigurisht dhe për Ismail Kadare, pse jo. Kështu që është një gjë që në fakt klikohet shumë, vizitohet, padyshim nga banorët, por ajo që më ka bërë habi dhe nuk mund ta lë, si më thënë, pa bërë. Ky artist e ka bërë për 10 ditë. Flasim për një artist më në zë të gjithë botës, me një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe në fakt Bujar Kapexiu, i cili banon diku në katrin e 12, më thotë që e kam parë sekond prej 12 orë, sepse ai punonte 12 orë në ditë. Dhe më dukej çudi, thoshte, mënyra se si transformoi, pra filloi në mënyrë të abstrahuar me to shenjat e famshme ndihmëse për të arritur precizionin dhe kaloi në një hiperrealizëm. Pra ai e shijoi dhe pa, si më thën, 360 gradë një vepër të. Por ajo që bëri habin ishte që ne bëm një mur brenda radio-televizionit shqiptar të Vaçezelës. Dhe atë ka bërë për 2 ditë, një magji e vërtet dhe mënyra e klikimit dhe admirimit në fakt mua më ka habitur. Një shkrimtar i cili ka krijuar padyshim ato dilemat e tij, ato dyzimin e tij, dhe një këngëtare që ka marrë mijëra klikime dhe asnjë koment gri. Pra është dhe çështja zhanre. Është çështja se si guxon njeriu se sa thellë do të futet. Pra historia jon shpesh herë na bën që të ndihemi të diskriminuar, të ndihemi inferior apo minoritet. Në një moment saktuar të gjitha këto kthehen, si më thënë, në një lloj bumerangu apo secili merr atë që meriton. Pra shpejtësia e mbylljes së karrierës fatkeqësisht e Vaçezelës ndoshta arriti simpatinë jashtëzakonshme, ose zhanri i muzikës përkrahet më shumë, si më thënë, nga... Ka dhe një lloj nostalgjie për këtë artist të madh. Jashtëzakonshëm, por mua kjo më ka bërë shumë përshtypje dhe sigurisht që një artist fillon dhe reflekton dhe thotë që pse i bëj të gjitha këto. Pra është gozhda e Krishtit shpeshherë dhe jo vera e tij. Pra duhet kuptoj dhe populli që artist
të ndryshëm po na sjellin gjëra nga bota, nuk po na marrin. Pra duke i dhënë Tiranës, duke sjellë arkitektët më të mirë të botë, duke sjellë artistët më të mirë të botë, duke bërë koncertet më të mira, duke bërë ekspozitat më të mira, duke bërë biennalet më të mira, duke bërë Mural Festin më të mirë që ekziston sot, duhet kuptojmë që këto ndodhin jo sepse ne jemi shumë të aftë dhe vetëm, por këto ndodhin sepse Shqipëria është një shtet në ndryshim, është një shtet në hapje dhe sigurisht uria është shumë e madhe. Dhe në rast se gjërat bëhen në kohën e dur, në vendin e dur dhe ashtu siç duhet, populli do t'i përkrahi në mënyrë më absolutistë. Por gjithmonë do të kuptojmë një gjë, që ai që ka ardhur me një vokacion për të lërë vepra në Shqipëri apo në vendin e tij, do të ketë parasysh që vepra e tij shtekton dhe patë. Pra vepra shtekton, si më thon, dhe pa krijuesin dhe pa nismëtar. Dhe ju e dini që këtë ka nisë Edi Rama bashkë me Andri Salën, dhe sigurisht e pason një student i tij që jam unë, apo Dekor Tirana, që e ka përkrahur, si më thënë, këtë projekt, dhe po e vazhdon me një cilësi të jashtëzakonshme, dhe duhet kuptojmë që artistët në rastin ndjen mirë, të jep facilitetet, siç janë, po themi, infrastruktura e vinçave, bojrave, apo mikpritja e njerëzve, ata kërkojnë të kontribuojnë në këtë qytet, dhe mos harrojmë përfundimisht që Tirana arriti u kthye në një brand. Dhe këtë do ta mbajmë fort. Është shumë e vështirë të krijosh një emër. Brand u kthye Ibiza, brand u kthye Mykonos, brand u kthye, si më thënë, edhe Ksamili, dhe ne do të bëjmë çmos që kush ka kontribuar për këtë, do të japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Dhe jemi më së gati për Tiranën si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Dhe kemi shumë aktivitete të cilat jam i bindur që do t'i përballojmë me shumë dinjitet dhe me shumë këshëri do vinë artistë të ndryshëm nga gjithë bota, duke nisë nga Aleksandria e Madhe dhe nga zonat përreth, dhe Tirana gjithmonë ka një infrastrukturë për vit e më të mirë për t'i pritur këtë artist. Të falenderoj Helidon dhe presim Mural Festin e radhës për të parë edhe më shumë vepra arti në fasadat e Tiranës. E uroj, sukses e të gjithëve. Tirana është gjithashtu edhe kryeqendra e promovimit të grave shqiptare. Në këto momente jam këtu me Lura Elezin, promovuesen e artit, por edhe një krijuese e artit. Shkaku që jemi në qendrën kulturore Agimi këtu në kryeqytet është sepse Lura ka bërë një ekspozit për rolin e grave në histori. Ndoshta edhe personazhe që ne nuk i kemi dëgjuar fare. Tema e 8 marsit ka 1 milion mënyra si mund ta kapësh, po këtë vit vendosa të shkoj me disa gra që nuk i ke dëgjuar kurrë, por që kanë për shumë edhe për Shqipërinë, apo kanë thyer barrierat si të tilla, duke qenë gra. Dhe janë me të vërtet emra që ne nuk dim. Ne dim përgjithsisht emra më klasik që ato janë absolutisht heroina, dhe kësaj radhe bëm një research për disa të tjera. Që kisha qef kur ishte ekspozita ishte të thuash surprizë, të befasoja këdo me thënë e diti kush është Dervish Hatixheja. Po e kemi dëgjuar, po ka një lloj dileme, a ka qenë burr apo ka qenë grua? Puna është që njerëzit nuk e din fare që ajo është grua, është Hatixheja, dhe Dervish është titull. Është titull që i merituar në fenë e Bektashive, dhe është gruaja e parë dhe e fundit që ka marrë titullin Dervish ndonjëherë. Pasi ajo ka ndihmuar për shembull gjithë qytetarët e Tiranës gjatë periudhës së kolerës në kuptimin e parë fjalës, para 3 shekujsh, që kur familjarët i linin në karantinë ose i nxirrin në abort, Hatixheja, sa atëherë nuk ishte ende Dervish, shkonte i shëronte me shpikte vetëm ilaçet e saj, ishte si mjeke, si gjithçka. Dhe nuk e di, domethënë jetojmë në këtë qytet të premtoj që është shumë pak njerëz që dinë historinë, sepse dhe e kanë klasifikuar si diçka fetare, por nuk është ashtu origjinale në vërtetë. Dhe në koleksionin e kësaj janë edhe emra të tjerë. Po, patjetër, ka gra të shquara, por që ne nuk i njohim. Po, patjetër, janë 2 luftëtare të Kosovës. E para është Tringa, që nga vjen dhe emri
Tring Smiley dhe ajo në fund të shekullit të 19, përfundoi domethënë të luftonte si i vdishin vëllezërit dhe u fut vetë në luftë të tjera dhe ashtu përfundoi jetën e saj dhe pastaj janë çifti Ladrovci, por ne kemi nxjerr Xhevën, e cila është majorja e parë shqiptare me titullin majore, e cila absolutisht të gjithë jetën e saj e ka kaluar duke luftuar, asnjë moment duke u kënaqur, le të themi, dhe ashtu vdiq në një betejë. Ka disa raste të tilla, pse kemi gazetaren e parë shqiptare në CNN dhe në terren lufte, në vitet e luftës dytë botërore, në Xhmien. Edhe ajo ka qenë emigruar në Amerikë, po gjithë jetën ka mbyllur kulmin e karrierës me një libër që e quajnë veten The Daughter of the Eagle, vajza e shqiponjës, që për këtë për shembull unë s'kam ditur asnjë gjë derisa i hyra këtij kërkimi. Edhe për mua është hera e parë për të thënë të vërtetën. U desh ta minimizonin pak, sepse në Qendrën e Artit Agimi është një vend që është shumë i zënë ndërkohës, kalendari është plot. Ne patëm vetëm këtë ditë, u desh të përzgjedhim disa për këtyre, po unë do kisha qejf të provoj një publikim të madh me këto gra që nuk i njohim, që as unë nuk i njoh ende. Dhe si arrite në përzgjedhjen e këtyre grave? Kërkimi, procesi, sire në kontakt me informacionet për këto gra. Pyetje me shumë vend, sepse kësaj radhe kjo nuk ishte një ekspozit që mori muaj për të ndërtuar, ishte diçka më shumë thjesht që e bëra unë me ndihmën e stafit dhe u bazuam kryesisht çka kishte në internet dhe shumë prej tyre që unë të doja ti përmendja nuk i vura sepse nuk kam mjaftueshëm informacion në internet. Përfshi Dervish Atixhen nuk ka asnjë foto, asnjë pikturë, asnjë ilustrim të saj. Dhe nëse do bëhet në një hap tjetër, këtë duhet shkuar me kërkime shumë serioze dhe në Kosovë dhe në Shqipëri duhet folur me vendasi, duhet me hapur arkiva, duhet hapur. Sepse gratë nuk përmenden mjaftueshëm në diskurs publik, nuk përmenden në histori, dihet që gjithë bustet janë të burrave, dihet që gjithë heroizmet janë të burrave, po nuk është e vërtetë. Dhe çfarë duhet bërë në këtë rast? Duhet të ndërgjegjësuar të dyja gjinit, sepse shumë njerëz e keq kuptojnë këtë luftë sikur është urrëtie ndaj burrave, nuk është ashtu, është një ndryshim i sistemit, që është sistemi i patriarkatit, një përshtatje në botën e re ku nuk vlen më siç ka vlejtur më përpara që burri është ai që sjell të ardhurat në shtëpi dhe gruaja ndërton familjen. Këto gjëra kanë ndryshuar, të ardhurat i sillin të dy tani. Nuk është më gratë dalin punojnë dhe në momentin që kjo ndryshon atë duhet ndryshojnë edhe rolet në shtëpi. Pra, siç e tham, nuk mundet që gruaja të bëj të gjitha pastaj, të bëj dalë edhe të marrë rrogën edhe të kthehet në shtëpi dhe të rrisi familjen. Domethënë këto gjëra kjo është me ndërgjegjësim që unë e shoh pa filluar në shkolla dhe në familje, këto që po bëjmë ne janë diçka po janë të vakta. Po janë një piknisje apo jo? Patjetër. Sepse edhe aktivitetet janë shtuar nga viti në vit. Siç është kjo ekspozit që Po, jemi një grup jemi disa vajza që quhen veten kolektivi feminist. Nga njëra arrim të mblidhemi të gjitha nga njëri jo, secila bën punën e saj, që është komplet aktivizëm i papaguar dhe i vet filluar. Dhe duhet të shtohemi. Na duhen më shumë goca më të reja. Sepse un kam 15 vjet që e bëj këtë gjë, por kam nevojë për vajza të tjera derisa kjo gjë të institucionalizohet, pastaj më shumë, sesa thjesht ne që dalim, organizojmë protestat, bëjmë këto festat etj. Dhe jemi këtu në Qendrën Kulturore Agimi, një institucion i ri, është një nga kinematë e vjetra të Tiranës, por që tani nuk është thjesht një kinema, por është një qendër kulturore, ti e përfshirë me aktivitete të shumta. Si ka ndryshuar kinema Agimi? Unë kam edhe zyrën time këtu pranë dhe prandaj jam lidhur shumë me këtë qendër. Mua më pëlqen shumë se çfarë kanë bërë strukturë shtetërore, se çfarë kanë bërë. Pra ti mund të bësh çdo gjë këtu. Kanë filma vintage, filma të vjetër që mund të shikosh çdo ditë me një pagesë simbolike, mos gaboj. Pastaj mund të bëjmë ekspozicja ajo që i bëra unë për 8 marsin. Mund të bësh, unë kam parë lloj aktivitete të muzikë të gjallë, mund të bësh thjesht muzikë të thjesht me DJ. Kam parë performanca moderne dhe është tamam, mendoj që çdo rrugë ose le të them çdo lagje në Tiranë ka nevojë për një qendër të tillë sepse na kanë munguar shumë, sepse qendra e kulturës tonë ka qenë dhe vazhdon të mbetet masivisht lokali i lagjes, por kjo gjë duhet të shpërbër për mendimin tim, duhet edhe fëmijët vinë të mësojnë që mund të bëjnë diçka, kanë këtë hapësirë të çfarë ke ndërmend ti të bësh, sepse shteti mbulon një pjesë të shpenzimeve, jo të gjitha patjetër. Dhe mendoj që i duhet në një qytet të madh metropol siç është Tirana, i duhet çdo lagje një gjë e tillë. Unë jam shumë e kënaqur. Janë disa, kjo është Max Velo në Laprak, është në Vaqar, një re që këto që flas që i ka bër struktura shtetërore nga Agjencia e Industrive Kreative quhet. Për këtë jam shumë e kënaqur se ka ardhur momenti që shteti të ndërhyjë në kulturën e artë për njeriu e thjesht, mos të ngelet diçka elitare.
Duke hedhur një vështrim të shkuarës dhe tani që jemi në ditët e sotme, aktivitetet kulturore, festa, si është balanca? Ka pasur më shumë apo ka më shumë? Mua më vjen shumë mirë dhe më gëzon, me thënë të drejtën, që është shtuar skena kulturore shumë edhe festivaleve, se ishte një gjë që mua personalisht më mungonte. Nuk e ndjeja që të jetoj tamam në një kryeqytet. Dhe kjo ka ardhur dhe si pasojë natyrale e rritjes së turizmit. Pasi të huajt duan shumë të ditë çfarë po ndodh vërdall, siç tham, nuk e kanë kulturën e kafes dhe lokalit si ne. Dhe me të vërtet janë shtuar shumë dhe tani në pranverë tamam kanë çelur si lulet festivale pafund që kemi. Unë personalisht kam dhe një festival tjetër që është Tirana Harmony Fest, që është kryesisht për të kremtuar kulturën e popullit rom dhe aty kemi shumë kërkesa nga shtresa të ndryshme të popullsisë, po edhe komisi të ndryshme që na pyesin çfarë është programi, ku mund të vim të marrim pjesë. Dhe ndërkohë në mënyrë të njëkohshme ndodhin disa gjëra. Mos të flas që edhe në verë janë shpërndar shumë festivalet në gjithë Bregdetin. Duhet akoma një farë diversifikimi pra të ofrohen më shumë gjëra se sa thjesht muzikë edhe po ndodh. Dhe mua kjo më pëlqen dhe shpresoj që të vazhdojmë me këtë ritëm. Edhe ardhja e artistëve ndërkombëtar me famë të madhe që janë të kohës sotshme, jo, mendoj që është një gjë që i duhet çdo kryeqyteti. Gati, 7-8 numro? 5-1. Hey. 2. Gati. Na falni që do t'ju ndërpresim, Andi është në procesin e stërvitjes me këto vajza të talentuara që i kemi parë në rrjetet sociale, i kemi parë në videoklipe të ndryshme këngësh, në kompeticione. Andi, cili është çelësi i suksesit tënd me këto vajza? Padyshim e kemi thënë shpesh është pasioni, puna, përkushtimi dhe dashuria për këtë sport që ne kemi. Patjetër. Sa vite ke që merresh me kërsimin? Realisht më thënë mund të kem 15-16 vite intensiva, sepse pasioni ka qenë që në kohë të hershme që fëmijë. Dhe ti e ke filluar vetë, ke kërcyer vetë? Fillimisht e kam nisur vetë duke parë ca videot e Viva e vjetra që ka qenë dikur. Aty ka lindur më thënë pasioni i parë, pastaj jam ushtruar vetë disa kohë, pastaj kam marrë leksion në Itali, aty ka filluar në mënyrë profesionale, më thënë në shtetin e Italisë, aty jam marrë seriozisht, më thënë me klasa, me shkolla, etj. Dhe si lindi ideja që të krijosh një grup kërcimtarësh të vegjël? Shiko, ka qenë shumë rastore, pasi kur kam marrë Shqipëri jam kthyer nga Italia, e pa që kërcimi kishte nevojë për të pas një dorë të mirë profesionale, jo se nuk kishte këtu, po unë vija me ide të reja, ndoshta unë kam pas pasionin më shumë, edhe doja patjetër që ndërtoj një grup timi dhe të jetë një grup që synoj diçka. Edhe fatmirësisht, domethënë, tani që jemi në 2025-ën, jemi të tretë në botë aktualisht, nga ndërkombëtar profesionale dhe kjo na bën shumë të lumtur edhe pse do pretendojmë këtë vit që të jemi kampion bota, pse Shqipëria vend i vogël. Po, me forca më dha. Kemi rini shumë të fortë. Ajo që dua të themi gjë është se shqiptarët vërtet janë shumë të zotë. U mungon vetëm, domethënë, besimi që kanë, sepse shpesh e paragjykohen se jemi vend i vogël, se arrim dot kurse këto e kanë pasi tabu, e kanë hequr që nuk ka rëndësi nga je, sa i varfër, sa pak para ke, thjesht nëse ke zemrën e madhe dhe ke dëshirë për të punuar, ja arrin çdo lloj qëllimi. Dhe nëse bëjmë një bilanc të deritanishëm, sa fëmijë ke trajnuar? Realisht mund t'jenë 20.000 persona që mund t'jenë, më thonë, të regjistrojnë akademinë tonë me qenë filmet e mia. Pa frikë mbi 20.000, po. Është një numër goxha i madh. Dhe kontributi jot ka qenë padyshim një faktor për suksesin e tyre dhe për karrierën e tyre. Si funksionon? Për shembull, çdo fëmijë mund të vijë dhe të merret me kërcimin apo ka një lloj parametri apo si? Shiko, klasat janë të ndara, domethënë vetë qëllimet. Nëse dikush vjen thjesht për të argëtuar, ka klasën e vet ku argëtohet dhe nuk i kërkohet kërkesë llogaria, sepse nëse ti do bësh dancë profesional, duhet të kesh sa parametra, duhet të mungosh, duhet të jesh gjatë kohës duke stërvitur intensivisht. Edhe është në një farë mënyrë disiplinë e qartë, se çfarë duhet bësh dhe ka një protokoll që ti duhet ta zbatosh që të arrish me një pikë caktuar. Domethënë nuk është çështje talenti, është çështje pune dhe disiplina.
Nëse ti vjeti prindëm, thotë mu, shikojmë do ta bëj gocën e mirë, unë i sugjeroj klasën ku duhet jetë, i them çfarë duhet të bëjë, nëse është në dakord pastaj, e marr gjithçka për sipërpunë dhe fëmia shkon patjetër aty ku duhet jetë, do të thonë niveli i saj. Trupa jote e densit, përveç konkurseve në vend, madje edhe Top Talent keni fituar një spektakël i rëndësishëm i Top Channel për promovimin e talenteve të reja, konkurseve kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Keni pasur një sukses të jashtëzakonshëm. Është shumë e vërtetë, kemi marrë pjesë disa herë në arena ndërkombëtare dhe në kampionate të rëndësishme, sepse duke qenë se ne jemi një shkollë profesionale, nuk ikim në kampionatet e cilat nuk kanë personalizmin e duhur, sepse edhe kampionatet janë të ndarë me nivele. Do thonë, edhe mund të fitosh i parë në Gjermani, po varet çfarë niveli, ose në Itali, po varet çfarë niveli kategorisht. Kështu që ne kemi marrë pjesë në World of Dance, i cili është kampionati më i madh i botës dhe ndër më profesionalët në botë. Edhe siç e theksova, kemi dalë të tretët, edhe në Greqi kemi në fal në Bullgari, në vende të tjera kemi marrë gjithmonë të parin. Kështu që ajo ishte gara më e fortë që kemi bërë deri tani në Zvicër, ku ishin Gjermania, Finlanda, Japonia, vendet më të zhvilluara, Franca, Danimarka, dhe ne kemi arritur dalim të tretët. Aty ka qenë momenti më krenar për mua, sepse aty nuk kishim as tifoza, kishim shumë pak, 5 prindër që kishim me vete dhe gjithë thinin emrin kush fiton Shqipëria. Kështu që jemi ndjer shumë krenar realisht. Ato që do doja të flisim tani është fakti që kur flasim për rininë e sotme, për të rinjtë e sotëm, kemi parasysh që janë të ngjitur pas ekranit të smartphone-it, të tabletit. Po, si qëndron me densin, se nga numrat që më the nuk rezulton kështu. Ka edhe shumë fëmijë të cilët duan që të marrin një lloj profesioni, në këtë rast të merren me kërcimin, apo të zhvillojnë si hobi, apo edhe të përdorin rrjetet sociale për promovimin e artit. Është një pyetje shumë e bukur dhe përndër sinqerisht për këtë pyetje, sepse kjo është një problematikë që duhet ta them. Unë mendoj disa pika janë të rëndësishme. E para për mua duhet më tepër promovimi në këtë moment që flasim është i mediave. Sepse mund të bëhet i famshëm kush do në TikTok me mënyrat jo të duhura, sepse fama ndodh dhe për mirë dhe për keq. Por nuk duhet të jenë promovuar në televizion. Mendimi im, domethënë, dhe fëmijët kanë harruar, domethënë, që me punë arrihet suksesi i jashtëzakonshëm. Sepse fama mund të arrihet edhe duke bërë veprime që jemi mësuar gjatë kohës të shikojmë, por mendoj nëse bëhet promovimi i duhur dhe fëmijët kuptojnë se kush është fama e duhur dhe sa e rëndësishme është fama siç duhet, atëherë besoj që do ketë më shumë frekuentime dhe do rritet në mënyrë më të shëndetshme, jo dhunshëm, jo ofendues, jo duke shar, sepse mund të arrish famë në mënyra shumë njerëzore dhe shumë të bukura që i shijon për shumë kohë. Sepse fama që ndërtohet shpejt, po përdorim termin me të shara, si s'ndodh kohët e fundit, ikën shumë shpejt, ashtu si vjen dhe ikën. Dërsa një famë që arrihet me punë, siç e kam ndërtuar unë, jam gati 12 vjet në Shqipëri dhe jam i pari me plot modesti për të thënë këtë lloj sporti. Kështu që mendoj që puna duhet mbizotërohet gjithmonë. Trupa jote e kërcimit ka luajtur një rol të rëndësishëm në marrjen e çmimeve ndërkombëtare, në promovimin e Shqipërisë jashtë, por çfarë keni bërë që të sillni edhe ndoshta talentet huaj në Shqipëri? Ti përmend kompeticionin ndërkombëtar, po pak më gjerë le të flasim për këtë aspekt. Për Shqipërinë, unë kam menduar një kampionat, unë jam pjesë e Championship The World of Dance, e cila promovon gjithë talentet në përballë global. Dhe fatmirësisht ne kemi 6 vite, është viti 7 vjet që bëhet që ne kryejmë kampionatin World of Dance Shqipëri dhe vinë gjithë talentet e huaja dhe garojnë Shqipëri dhe fituesit ikin në Amerikë. Do të thonë Shqipëria është bërë një pikë strategjike le të themi për promovimin jo vetëm shqiptarëve, por edhe artistëve që janë rreth përqark, Maqedonia, Kosova, Greqia, Italia, kemi pas nga Spanja, nga shumë vende ndryshme dhe si vjet do bëhet akoma më i madh dhe plani im është që ta zhvillojmë sa më shumë, duke qenë se realisht kemi pas shumë turistë, realisht Shqipëria po bëhet një vend shumë i rëndësishëm. Edhe për turizmin, që na ndihmon që edhe ne të krijojmë sa më shumë mundësi që të themi tujve hajni, shikoni sepse i konkurrojmë me çmime, me bukurinë që kemi si vend dhe pse jo e kam menduar realisht shumë kohë përpara këtë gjë dhe e kemi vendosur në planin ton promovimin edhe të internacionalëve që vinë domethënë në Shqipëri.
Dhe projektet e tua të afërta që janë më konkrete dhe këta fëmijë janë duke u përgatitur për të marrë pjesë. World of Dance i cili bëhet në qershor dhe është një angazhim për 7 muaj, kampionat që angazhojmë 7 muaj përpara që ne të ftojmë artistët e huaj, të promovojmë këtë talent show dhe të përgatisim gjithashtu talentet shqiptare, sepse aty do ketë dhe të ujmë konkurim dhe duam që medalet dhe çmimet që ndrojnë Shqipëri e të fitojnë talentet tona. Patjetër, në një bashkëpunim me shkollat e Tiranës, me institucionet për ta bërë kërcimin edhe më të aksesueshëm, ndoshta edhe më popullor, ose përcjelljen e një mesazhi për fëmijët që Kjo është shumë e bukur. të zgjedhin pikërisht vallëzimin. Realisht unë funksionoj si një parti në vete, sepse kam krijuar atë Parti kulturore, le ta themi. Po, industrinë time të kërcimit dhe çka kërkoja kam rreth shkollave të mia, por gjithmonë jam i hapur për gjithë ata, qoftë Art Festit, qoftë shumë kompeticione tjera që mund t'i bëjnë, domethënë Shqipëri, të bashkëpunoj me ta, pse jo, kam shumë dëshirë të bashkëpunoj me gjithë ata që duan të bashkëpunojnë me mua dhe pse jo, bashkëpunimi sjellin gjithmonë fytyrë të mira dhe nxisin talentet dhe për mua çfarë është nxitje talenteve, jam pro çdo lloj bashkëpunimi me çdo artist mundshëm. Ky vit është viti i Tiranës si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, ku nxënësit e tu, kërcimtarët e tu luajnë një rol shumë të rëndësishëm si për aspektin kulturor të jetës kulturore në Tiranë, por edhe për promovimin e saj me fitimin e çmimeve dhe krijimin e lidhjeve për promovimin e Tiranës. Absolutisht, tu duhet falenderojmë gjithë ata sportistë, gjithë ato media, juve dhe gjithë media që kontribuojnë në promovimin, sepse nuk jam vetëm unë. Jemi zinxhiri i tërë dhe këtu duhet i falenderoj gjithë. Dhe u bë thirrje sa më shumë promovim Tiranës, sepse ne jemi shqiptarë dhe po se ngritem ne, nuk ka për ta ngritur askush. Andi, unë të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë. Falenderoj shumë. Klej është me mua tani, si performuan këto vajza? Si të them, në mënyrë më fantastike të mundshme dhe më perfekte. Po jo dhe perfekte, jo dhe është perfekte. Se jo, nuk është alkrume, patjetër që mund të arrish. Thjesht po të provokoj pak, për të parë edhe si shkoni si fryma e grupit. Shoh që je lënduar. Çfarë ka ndodhur? Ne bëjmë edhe gjimnastik në Kuesal Kru, kështu që padyshim që mund të ndodhin dhe fraktura, kemi incidente, e mira është që thjesht mos të dorëzohemi, të kemi atë vullnetin dhe të vazhdojmë sërish. Ti nuk dukesh nga ato që dorëzohesh, kjo është e sigurt. Patjetër, me këtë frymë jemi rritur ne. Patjetër. Le të bëjmë një prezantim kush është Klej. Okej, atëherë kjo është intervista ime e parë. Dhe unë jam Klej Loshi, 19 vjeç, në universitet, tek Universiteti i Sporteve të Tiranës, tashmë pjesë e Kuesal Krus për 4 vjet. Dhe çfarë ndodh në këtë kru të kërcimit? Atëherë nuk e di nëse e keni vënë re, unë kam ardhur nga Fjeri, duke qenë se vi nga Fjeri, kam vetëm pak muaj që kam ardhur në Tiranë, dhe në këto pak muaj kam arritur që tashmë më njeh një Shqipëri e tërë dhe kjo gjithafal Andi Murrës, që dua ta falenderoj shumë, që më ka dhënë këtë mundësi që të kem pjesën e podcastit, gjithashtu dhe koreografen në Akademinë e Qytetit të Fjerit. Po çfarë flet aty në podcast? Në Si që podcast. gazetare, jo vetëm kërcimtare, por edhe gazetare. Faleminderit shumë. Për arritjet e mretit, sigurisht, për prurje që ai sjell në Tiranë, në Shqipëri dhe tashmë edhe një koreograf internacional, për World of Dancing, pjesën e kërcimit përgjithësi. Pjesën e kërcimit. Dhe si të duket skena e kërcimit në Shqipëri ty? Skena e Jo vetëm kërcimit. me grupin tënd, po në përgjithësi. E kuptoj. Kërcimi është një sport, lërë ta them, pak i nënvlerësuar në Shqipëri, por që ne kemi arritur që në Akademinë Kuesal Kru ta bëjmë atë një fazë më të ngritur. Nuk është në nivelet që duhet jem, por shqyr Zotit që ne në Akademinë tonë punojmë shumë që pse jo kërcimi të vlerësohet pak më shumë dita ditës. Po, dhe cili është kërcimi joti preferuar? Sigurisht hip-hopi, ai që jap. Hip-hopi? Po. Jo gjë tjetër. Sigurisht unë kam bërë edhe balet, kam bërë kontemporan, pjesë e sporteve jam naturalisht, por që hip-hopin e kam në shpirt, e kam në zemër. E ke në zemër. Dhe nga ato që ke parë nga grupi, nga kërcimtarët e rinj, qoftë ata që janë edhe më të vegjël mosh, ka premisa? Sigurisht që ka premisa. Ka shumë premisa sepse fëmijët shqiptar kanë shumë vullnet, kanë shumë prirje. Thjesht mjafton pak suporti i prindërve, suporti i akademisë dhe vetë ata si fëmijë të kenë atë ambicie në shpirt dhe sigurisht që çdo gjë arrihet. Tani dorën do shërohesh shumë shpejt apo? Shpresoj që po, se mezi po pres të vazhdoj mësimin në akademi, gjimnastikën e tjerë.
E ke pak në pauzë. Në pauzë për momentin, Për po. momentin. Dhe ajo që doja të thoja unë është që si ka ndryshuar te fëmijët ajo balanca midis telefonit, celularëve dhe marrjes me aktivitete, qoftë sportive, qoftë edhe të kërcimit, por të bësh diçka ndryshe që mos rish përpara televizorit apo përpara ekranit të telefonit. Absolutisht. Telefoni, teknologjia e ditëve sotme është bërë një, si ta them, në thonjza po ja merr shpirtin të gjithë adoleshentëve të ditëve sotme, po na mbyt dhe ajo çka unë sugjeroj nga vetja ime, duke parë që kam parë përmirësim edhe në veten time, është marrja me sport, marrja me aktivitet fizik, nuk po them vetëm në kërcim, por duke dalë nga ajo zona, nga ajo mbytja që na krijon, dhe varësia që na krijon teknologjia e ditëve sotme. Kështu që patjetër që do sugjeroja të merreshin të paktën me një sport në jetën e tyre. Dhe hapat e tu të ardhshëm mbasi të shërohesh, kuptohet. Sigurisht, unë tashmë ëndrrën time për të bërë një koreografe e kam realizuar fal koreografit Andi Murra. Kështu që tani pse jo të prekim edhe skena më të mëdha. Patjetër. Ky është urimi i të gjithëve për një vajzë të re, e cila është ambicioze, është e talentuar dhe që bën shumë gjëra, jo vetëm kërcimin, jo vetëm koreografin, por edhe një podcast. Krejt falenderoj. Falenderoj dhe unë shumë faleminderit. Ishte kënaqësi.